Përshëndetje të dashur shikues, e premta na bashkoi sërish këtu në emisionin të veçlit të Gjakovës, ku siç do jap kujdesemi që do sjellim për ju lokacionet e institucionit parashkollor Ganimet të Tërbeshi për të parë më nga afër punën e mrekullueshme që zhvillohet në këto lokacione, patjetër me ndihmën e edukatorëve dhe përgjegjësve të këtyre lokacioneve. Ne sot jemi në lokacionin numër 5 të këtij institucioni, e nga ju mbetet vetëm që të vini me ne e së bashku të shohim punën e mrekullueshme që po zhvillohet. Ciklin e mrekullueshëm të programit të veçlit të Gjakovës po e përfundojmë me lokacionin numër 5 të institucionit parashkollor Ganimet të Tërbeshi. Në veçanti nga objekte tjera, ky lokacion në kuadër të institucionit është klasë përgatitore, ku fëmijët nga mosha 5 deri në 6 vjeç vijojnë mësimin çdo ditë. Intervistën e parë zhvilluam me përgjegjësen e këtij lokacioni. Jemi këtu në lokacionin numër 5 të institucionit parashkollor Ganimet të Tërbeshi. Unë pranë meje kam edukatoren e këtij institucioni Sultane Zeneli. Përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit që na keni mirëpritur këtu në lokacionin tuaj. Atëherë me cilën grup mosh punoni ju? Unë jam me grupin 5-6 vjeçar, klasa përgatitore në nivel të institucionit tonë. Kur jemi tek bashkëpunimi me prindër, si e vlerësoni? Bashkëpunimi është fenomenal, me zgjedhjen e bordit të prindve, me çka ka nevojë jemi me prind shumë bashkëpunues. Po kushtet e objektit, si i vlerësoni? O jo përshtaten të gjitha projekteve dhe punës që ju e bëni në përditshmëri? Kushtet në objekt janë fenomenale. Veçuroj të kemi fëmijë sa më tepër se ka ra niveli nxënësve, se për kushte, si me ngrohje, si me objekt, si hyrje, daljet, janë fenomenale për këtë lokacion. Fëmijët në përditshmëri kanë mësime të ndryshme si bazë të përgatitjes për të vazhduar rrugtimin e tyre në vit shkollor. Intervistat me fëmijët nuk munguan as në këtë lokacion, teksta pame dhe punimet e shumta që fëmijët zhvillojnë. Jemi këtu në lokacionin numër 5 të institucionit parashkollor Ganimet të Tërbeshi. Patjetër që intervistat me fëmijët nuk do të mungojnë as në këtë lokacion. Unë pranë meje kam një prej vajzave të këtij grupi, e cila për ne do të tregoj se si quhet, sa vjeç është, e po ashtu të na prezantoj edhe disa prej punimeve të shumta të saj që i kemi këtu përpara. Përshëndetje, si e ke emrin? Gonxhe. Gonxhe, sa vjeç je ti? 5. Gonxhe, tash ne këtu i kemi punimet përpara që ti i ke bërë. A na tregon disa prej punimeve se çfarë ke bërë ti, a na prezanton? Hajde, filloja. Për shembull, çfarë ke punuar këtu? Çfarë ka këtu figura, cilat janë? Hajde, materiale si pejtërorit, plastikës, metal. Dru. 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 Cëllë materiali but? Bravo, tjetër. Jo, pinjoku qka është? Dru. Drurit. E këtu për shembull e kemi rosën, këtu është vajza, këtu roboti, po tjetër, po numrat. A i di numrat të na thuash? Hajde. La 1, Numra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. bravo Gonxhe. E Gonxhe tash unë ty dua të pyes pak edhe për stinën tënde të preferuar. A të pëlqen më shumë pranvera, vera, vjeshta apo dimri? Cila të pëlqen më shumë? Vera. Vera të pëlqen. Gonxhe, shumë faleminderit, ishe mrekullueshme. E patjetër që përpos punimeve që ti ke këtu, ne do t'i shfaqim disa prej tyre edhe në pamje që të shohin edhe shikuesit që neve na ndjekin punimet e shumta që ti ke bërë. Faleminderit shumë.
Fëmijët nuk hezituan të ndajnë informacione nga vetja e tyre për ne. Kam këtu Gonxhen, ne me Gonxhen në zhvilluam intervistën pak më herët, ndërsa tash intervistë do të zhvillojmë edhe me 2 vajzat e tjera të këtij grupi. Përshëndetje, si e ke emrin? Anela. Po ti si e ke emrin? Shuret. Anela, sa vjeç je ti? 5. Po ti Shuret, sa vjeç je? 5. 5. Anela, unë dua të pyes ty për ngjyrat e tua të preferuara. Cilat janë ngjyrat e tua të preferuara? E kuqe. Kuqe, po për ty Shuret, cila është ngjyra preferuar? E kuqe. Kuqe edhe ty. Po stina e preferuar, cila është Anela, cila stin të pëlqen ty pak më shumë? Pran vera, vjeshta apo dimri? Vera. Vera, po ty Shuret, cila të pëlqen? Vera. Vera dhe ty. E pse ju pëlqen vera kaq shumë? Çfarë ka të veçantë vera? Çfarë bëni ju gjatë verës? Dalim. Po ti Shuret? Dalim. Dalim. E ta Shuret, unë ty dua të pyes pak edhe për aktivitetet e preferuara që i bëni ju këtu në kopsht. A ju pëlqen me qëndru vetëm brenda objektit, me recitu, me këndu, a ju pëlqen me dalë edhe pak jashtë kur moti është i mirë? Çfarë të pëlqen më shumë? Jashtë. Jashtë. Po ty Anela, çfarë të pëlqen më shumë? A të pëlqen me qëndru këtu brenda në objekt apo me dalë jashtë? Jashtë. Jashtë. Faleminderit shumë Shuret edhe Anela, ishit të mrekullueshme që të dyja. Përshëndetni kamerën me dorë. Të luajnë e mësojnë gjëra të reja njëkohësisht. Fëmijët e kanë pjesë të preferuar të ditës. Tani, intervista do të zhvillojmë edhe me djemë të këtij grupi. Përshëndetje, si e ke emrin? Abdullah. Abdullah, po ti si e ke emrin? Xoj. Zoj. Abdullahun dhe Zojna i kemi këtu pranë nesh. Tash unë juve duam ju pyet sa vjeç jeni? Sa vjeç je ti Abdullah? 5. Po ti, sa vjeç je? 5. 5. E tash unë t'ju pyes juve pak edhe për ngjyrën e preferuar, sepse po shoh që ju bëni punime të ndryshme këtu, ngjyra si me ngjyra. Cila ngjyrë të pëlqen më shumë Abdullah? Më pëlqen. A pëlqen e kuqja, e kaltërta, e gjelbërta, cila? Ses. E zeza. Bravo. Po ty, Zoj, cila ngjyrë të pëlqen? Ziza. E zeza edhe ty. E çfarë shkronje po mësoni ju sot këtu që i keni librat përpara? Cila shkronjë është kjo? Z. Z. E Abdullah, a na thua ti diçka që fillon me shkronjën Z? Kjo sot S. Z. Po për shembull një objekt. Çfarë është kjo këtu me Z që fillon? Kjo zemra S. Zemra Z. Po ti Zoja, keni ndonjë objekt apo diçka? Po kjo këtu çfarë është? Zilja. Zilja. Faleminderit shumë Zoja dhe Abdullah, ishit të mrekullueshëm. Hajde një duar tërkitje këtu, edhe një këtu, edhe përshëndesim kamerën bashk. Fëmijët aktivitetet i zhvillojnë edhe jashtë në obor. Fëmijët janë e ardhmja, andaj çdo sakrificë që bëhet për ta është hap drejt një bote më të mirë.